Elhamdulillahi Rabbil Alamin, wa afdalu salati wa atammu teslim ala al-mab'uthi rahmeten lil alamin wa ba'd. Falënderimet dhe lavdrimet e sinqertë i takojnë vetëm të madhit Allah Xhalla Shanu. Përshëndetjet, paqja dhe shpëtimi qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij, si dhe gjithë ata të cilët e ndjekin rrugën e tij me sinqeritet deri në ditën e gjykimit. Vëllezër dhe motra, fillimisht ju përshëndes me përshëndetjen e ngrohtë islame, përshëndetjen e banorëve të xhennetit. Përshëndetja e tyre është selami. Pra, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh, paqja dhe mëshira e Allahut qoftë mbi ju. Në këtë ligjërat do të mundohemi që të themi disa fjalë dhe të japim disa këshilla për njerëzit, për muslimanët, në lidhje me domosdoshmërinë e të qenit të muslimanit mesatar. Do të thotë që muslimani në asnjë mënyrë mos i tejkaloj kufit, mos e teproj. Pra muslimani të jetë i kujdesshëm, çdo herë të ketë ndërmend Allahun e Madhërisëm, të shiqoj mos i tejkaloj kufit normat e fesë, sepse atëherë e tepron. Dhe teprimi mund të bëhet në shumë mënyra, por ajo që neve na intereson në këtë rast është teprimi që bëhet në shpenzime, harxhimet të cilat i bëjnë muslimanët në jetën e tyre, do të thotë harxhimet e tepërta. Feja islame kërkon prej muslimanit që të jetë mesatar në të gjitha gjërat. Allahu Xhalla Shanuhu në Kur'anin famlart muslimanin e përshkruan me këtë cilësi. Do të thotë ummetin islam e paraqet dhe e përshkruan ummet mesatar. Allahu Xhalla Shanuhu thot: "Wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata." Ne juve ju kemi bërë ummet mesatar. Do të thot muslimani është mesatar në të gjitha çështjet. Dhe feja islame nuk ka lënë që njëri aspekt të dominojë mbi aspektin tjetër, po ka vënë një baraspesh, ka vënë një balans në jetën e besimtarit. Kështu feja islame nuk u ndal vetëm në kërkesat shpirtërore të njeriut, por ja plotësoi njeriut nevojat shpirtërore, po në të njëjtën kohë ja plotësoi njeriut edhe nevojat materiale. Pra çka ka nevojë shpirti dhe çka ka nevojë trupi. Të dy këto aspekte feja islame ja plotësoi njeriut. Po ashtu, feja islame vuri balans, vuri baraspesh në mes të kësaj bote dhe botës tjetër. Nuk e thirr muslimanin, nuk e thirr njeriu në përgjithësi që të mendoj vetëm për botën tjetër. Mirë, po në të njëjtën kohë nuk e lën dhe nuk ja lejon që të bëhet edhe rob i kësaj dynjaje, rob i materializmit, rob i interesit, dhe ta humb me këtë, pra duke qenë rob i interesit dhe i materializmit, edhe këtë botë edhe botën tjetër. Po feja islame e mëson njeriun që të kërkoj hisën e vete që i takon në këtë botë, mirë po, jo duke shkel mbi obligime që i ka për botën tjetër, jo duke harruar botën tjetër, që të punoj për trupin e tij, por jo duke lënë mbas shpirtin e tij, që të punoj për fen, por jo duke lënë mbas edhe këtë botë, dhe që të punoj për këtë botë, por jo duke lënë mbas fen dhe duke shkel mbi parimet fetare. Feja islame ka vënë një balans, ka vënë një baraspesh, ja ka gjetur njeriut mesin e artë. Dhe për këtë edhe islami pra i plotson nevojat shpirtërore dhe trupore të kësaj bote dhe botës tjetër, dhe është fe e të gjitha kohrave, të gjitha vendeve, të gjithë njerëzve. Mu për shkak të këtyre vlerave madhështore që ka feja islame,
edhe sot me të madhe kalojnë njerëzit në fen islame. Njerëz të popujve të ndryshëm, të feve të ndryshme, në kohë të ndryshme, për shkak se islami është i përshtatshëm për çdo vend edhe çdo kohë. Feja islame ka dhënë balans, një baraspesh, ka kërkuar prej njeriut me një fjalë të jetë i matur, edhe në gëzime, edhe në hidhërime. Feja islame nuk e lën njeriun që kur t'i ndodhe një dëm, një fatkeqësi, ai të del prej kontrolli, mos e njoh as Zotin, as pejgamber, as Kur'an, mos respektoj as hoç, as dikush që mundohet ta këshilloj për durim, por t'i shkel të gjitha. Feja islame këtë nuk e ka lejuar. Ka lejuar që kur t'i ndodhe njeriu në ndonjë fatkeqësi, të kërkojmë mbështetje te Zoti, të kërkojmë ndihmë te Allahu xhallashanuhu, të thot inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, ne jemi te Allahu dhe te Allahu do të kthehemi nëse është çështje e vdekjes, ose ka vendosur Allahu, ka gjikuar Allahu, ka caktuar Allahu, dhe ajo që ka caktuar Allahu ajo bëhet. Pra, ka kërkuar feja islame në këtë mënyrë për njeriu që të ketë një mes, që të jetë i matur, jo kur t'i ndodh fatkeqësi edhe të prishet dinjaja tash, ai të shkel mbi çdo gjë. Dhe naudhu billah, Zot na ruaj, pra edhe Zotin ta mohon, edhe Islamin ta mohon, mos njohë askënd. Bile ta shajë ndoshta edhe fen. Feja islame ka kërkuar për njeriu që të jetë i matur në këtë drejtim. Nga ana tjetër, edhe gëzim kur ka muslimani, feja islame po ashtu ka kërkuar që njeriu të jetë i matur. Edhe kur marton djalin, ose kur bën synet, ose kur të lind një fëmijë, feja islame tash se ke gëzim ti, nuk ta ka lejuar që ti të kalojsh normat edhe kufit, po ka kërkuar të jesh i matur edhe gëzim kur ke, të dish si të veprosh, mos i të kalojsh normat njerëzore. Disa njerëz kur kanë fatkeqësi pak e ulin kokën. Mirë po, kur kanë gëzim, atëherë nuk njohin askënd. Pra, në gëzim janë gjendje të shkelin çdo kënd, nuk i intereson kur gjë. E martoi unë djalin edhe tash krejt muhalla, krejt lagja, krejt fshati, duhet 24 orë të ngjojnë muzikën e atij se tash kje marton djalin. Dhe më mund të vlejnë prej muzikës atij. Nuk ka do të thotë norma, nuk di se çka bën. Është ngjenje çdo gjë të bëje, mbi çdo gjë të shkele, nuk i intereson as fe as Allah. Atëherë për atë hoxha nuk vjen pyetje, pse hoxha për atë vjen pyetje vetëm kur vdes dikush. Do të thotë nëse ka xhenaze, e kur bën dasëm atëherë çetërkush është në pyetje, vjen në pyetje atij. Do të thotë disa njerëz i të kalojnë normat, nuk janë mesatar kur kanë gëzim. Kështu që feja islame na obligon edhe kur kemi ndonjë fatkeqësi, edhe kur kemi ndonjë gëzim, të jemi të matur, të drejtohemi Allahu xhallashanuhu. Mos i të kalojmë normat, mos shkelim mbi kufit që i ka përcaktuar Allahu xhallashanuhu. Allahu xhallashanuhu kërkon që ne edhe gëzim kur kemi, të jemi të matur. Mos bëjmë harame, mos i të kalojmë normat, mos e teprojmë, po ta falenderojmë Allahun, ta falenderojsh Allahun nëse të ka linë një fëmijë që ta ka dhënë atë fëmijë, ta falenderojsh Allahun nëse bën fëmijën që ta ka mundsuar që ta bësh synet fëmijën, nëse e marton djalin ose vajzën që ta ka mundsuar Allahu xhallashanuhu që ta martosh, pra që ta kalon me shpirt, me shëndet deri në këto momente. Do të thotë ta falenderosh Allahun xhallashanuhu për këtë ai që ta ka mundsuar. Në këtë mënyrë feja islame ka vënë baraspesh mes, ka gjetur mesin mesatar apo i matur të jetë njeriu. Dhe mos i të kaloj kufit. Po ashtu feja islame kërkon prej nesh që të jemi mesatar edhe në harxhime, edhe në shpenzime. Paramendoni, feja islame kërkon që të jemi mesatar edhe kur është në pyetje lëmosha, sadakaja. Allahu xhallashanuhu jo për harxhimet e kësaj bote, po edhe në qoftë se është në pyetje lëmosh sadaka, na mëson dhe kërkon prej nesh që edhe aty të jemi të matur. Allahu xhallashanuhu në Kur'anin famlar thot: La taj'al